Mirë mrama, ndoshta nuk është të tepërt me shtru si pyetje sot, kush është qytetari i Kosovës? Me herët kam folë kush është kosovari, kush është shqiptari, po them kush është qytetari i Kosovës për shkak se në këtë Kosovën që jemi edhe me kushtetut multietnike, ka qytetarë që vinë, domethënë, me etni të ndryshme. Kush është qytetari në kuptimin e asaj, çfarë ëndrash ka ky qytetar, çfarë pritje ka ky qytetar për vendin, për politikën që zhvillohet këtu, për politikanë që i udhëheqin këta njerëz. Nëse marrim trendin pak më herët, kthehemi në 3-4 dekadat e fundit, qytetari i Kosovës është ditë çka po don. E ka ditë që don me u çliru ta zon prej aparatit shtetëror dhunues serb. E ka ditë që do të me luftu ose do të me u përpjek qoftë me armë, qoftë në mënyrë diplomatike për liri. Pastaj ka hyrë në këtë procesin e shtetit, domethënë, të bërjes së shtetit, shpalljes së pavarësisë dhe kishte një synim. Synimet sa vinin edhe krijonin hapësira fusha të reja, të zëmë bashkimi evropian, liberalizimi vizave. Mirë po, kemi ardhur këtë pikën me shtru këtë dilemën, me shtri edhe për te i qytetare, domethënë, cila është ambicia e Kosovës ose e Republikës Kosovës sot, ku dënë me shkuaje, ku dënë me mri, shto kësaj që në këtë botën e sot me në cilën po jetojmë, është të ndryshu gjithçka në mënyrë kështu shumë radikale. Për me folë për këtë temë, kam nëjnë Rashitin, i cili vjen nga shoqëria civile, po dhe është njës i marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe do të flasim domethënë për këtë temë, domethënë kush ishim, kush jemi edhe kush do të jemi nesër. A mund të shtohet kështu nëjmë? Po, gjithsesi. Mirë se erdhën Prizma. Kënaqësi, Sergjej. Flitet edhe literatura sociopolitike, filozofike, flet që në situata të vështira të konfliktit, të luftës, të ekzistencës, shoqëni din me u lidh, me u bë kompakte dhe me shku drejt një synimi. Mirë po kjo është një situatë që intelektualisht nuk është fort e livdueshme, se është gjë kogja natyrore. Për me shpëtu grupi, më lidhmi se e kemi një rrezik dika. E shoqënit matën në nivele intelektuale dhe në kapacitetet e tyre emancipuese, kur e në situata të lira, kur e në situata pa shtrëngesa, të lirë për me vendos, me zgjedh, me zgjidh, ato matën pastaj sa din me i dhanë kuptime dhe sa din me kriju synimet për bashkëta me ecë përpara. Tash sot jemi në këtë gjendje pothuajse, po shihet që diçka nuk po lëviz, diçka kemi metë sikur jemi da sikur ai uji në një moment caktuar që shkon rrjedh, po në një moment caktuar krijohet një farë oaza aty dhe bëhet një farë lloj moçalishte. A guxoj me thonë kështu apo mos e të prova? Edhe na kemi dilemat e tona. Çfarë identiteti shoqëror, politik, institucional po ndërtojmë. Dhe e bukur e kësaj periudhe është që përtej një përpjekje për të ndërtuar një identitet, rujt identitetin shoqëror, kombëtar, identitar, 3-4 dekadat e fundit ose pak më shumë është konsoliduar edhe identiteti politik, edhe më në fund edhe identitetin institucional me shtetin, dhe kjo është e bukur, sepse pa këto trija nga praktika ndërkombëtare nuk qenë ka lehtë për ta ruajtur dhe konsoliduar identitetin kombëtar e shoqëror. Para pak kohësh, vitin e kaluar, një ambasador i ri që ka erdhur këtu në Kosovë për të shërbyer, mes pyetje tha: a muj me gjetë një krahasim mes Kosovës dhe shoqërisë kosovare me një shtet tjetër, praktik tjetër ndërkombëtare? Edhe disa diplomatë tjerë kishin thënë, austriaku i kishte thënë që Kosova ka histori shumë ngjashme me ne. Finlandezi kishte thënë që Kosova ka histori shumë ngjashme me ne. Unë kam studiu pak, kam pasur disa miq bask. Dhe kam pa një analogji shumë të fuqishme të baskëve me shqiptarët e Kosovës. Po për ta thjeshtuar pak, e dim përpjekjet shekullore, kosovare, shqiptare në
gadishën e Ballkanit për të ruajtur identitetin e vet. Dhe mrekullia e kësaj është që gjyshjem, stërgjyshjem kanë folur më mirë shqip se sa që flasim ne sot, edhe shumë të ri, të pashkolluar, por që ka ruajtur identitetin e vet. Dhe gjuha ka qenë instrumenti më i fuqishëm për të ruajtur identitetin, e tani më që po vërtetohen edhe përmes analizave moderne gjenetike kështu me radhë. Por dhen e merr ruajtja e identitetit, konsolidimi shoqëror me rilindjen, e në veçanti me emancipimin, nëse flasim për shqiptarët në jashtë troja administrative të Shqipërisë, me emancipimin, edukimin e klasave shoqërore në ish Jugosllavi, e sidomos me Universitetin e Prishtinës. Sepse që nga vitet e 60-ta, sidomos 70-ta, u bë shtylla e emancipimit shoqëror të gjithë shqiptarëve në ish Jugosllavi. Dhe këtu fillon konsolidimi i identitetit tamam. Në të njëjtën analogji me Baskët thonin në mungesë të identitetit tonë shoqëror institucional, që nuk po mujnë me arrit duke qenë në investimi jonë madhor dhe më suksesshëm ka qenë në identitetin shoqëror emancipus përmes edukimit. Dhe Baskët kanë shkollën, një për shkolla më të mira në Spanjë, investimin më të madh bën në edukim, emancipim, ruajtje të identitetit, deri në moment që ata imagjinojnë, pretendojnë se do t'i kenë mundësinë edhe të krijojnë edhe shtetësinë e tyre. Dhe kjo është suksesi i shqiptarëve të Kosovës e ish Jugosllavisë. Konsolidimi i identitetit shoqëror përmes emancipimit që kulmoi me vitet e 90-ta dhe të cenuar nga shtypja e jashtme, vitet e 90-ta dhe unë nga shoqëria civile duhet ta them troq, bën që të gjithë segmente shoqërore jugoslave, post-jugoslave, nacionaliste, pan-shqiptare, gjysmë turke, gjysmë të konsolidohen rreth identitetit të lëvizjes për pavarësi dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Ose të gjithë sulmoheshin jo për ato që ka përfaqësonin, por për çfarë ishin? Ishin shqiptar. Ishin shqiptar. Mirë po, ishin shqiptar, po nuk sillen segmente shoqërore të ndryshme, nuk sillen së njëjtë. Kishte shumë ndasi, kishte shumë, kjo është për shkak historikut, dihet. Dhe suksesi i viteve 90-ta është kjo, konsolidimi i identitetit shoqëror të shqiptarëve në Kosovë, rreth identitetit të qenit shqiptar për pavarësi, por i cili konsolidoi shumë dhe ngërtheu edhe gjithë shqiptarët në pjesë tjerë në ish Jugosllavisë, Maqedoni Veriut, ku ishin më të diskriminuarit në Jugosllavi, Lugin Preshevës, Malzi, e kështu me radhë. Do ta kemi parasysh se kjo ishte ajo dridhja e madhe tektonike që u prish ra bloku lindor, ra komunizmi, na ishim në çatli. Po ne kemi mund të jemi të shpartalluar. Mos kishte qenë universiteti, konsolidimi i elitave në Kosovë dhe gjithë shqiptarët, ne kemi mund të jemi një konsekuencë ose një element shoqëror i shpartalluar. Kështu që ky është suksesi më i madh. Dhe sot çka gëzojmë nga ajo periudhë ose nga ky identitet i konsoliduar vjen shumë bazën e konsolidimit e ka të vitet e 90-ta që kulmoi pastaj me kurorën e UÇK-s dhe ndërtimin e një ambicie, bindje për shtetësi. Kjo e ka bërë shumë të lehtë pastaj tranzicionin nga një lëvizje, nga një shoqëri e cila ka qenë e sunduar në një shoqëri e cila vendosi të gjej paqe në mënyrën, natyrisht me asistencën ndërkombëtare që nëse don i kthehemi, për të ndërtuar një shtet modern. Dhe prej një lëvizje nacionaliste, identitare, prej një lëvizje ushtarake, shlirimtare,
u kthyem në një lëvizje të dyja bashku, transformuar një lëvizje shtetërore moderne të bërë shoqëri moderne evropiane. Ky është suksesi më i madh që vjen deri te pavarësia e Kosovës përkundër vështirësisë. Këtë rrugë s'kemi ardhur vetë. Se kemi bërë vetë këtë rrugë. Absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe kjo është bërë ekskluzivisht mendime ndërkombëtare, që rastësisht rrallëherë ndodhë në histori, dhe fati i shoqërisë kosovare, shqiptarëve në pjesën më të madhe është ky, që në këtë periudhën më të vështirë, po edhe më të lehtë në aspekti identitar, dhe më gjeti shoqërinë kosovare shqiptare në ishte më të përgatitur se ndonjëherë në histori të kaluar, e gjeti një moment ndërkombëtar të ramjes së murit Berlinit dhe krijimit të sistemi unipolar amerikan, perëndimor me vlera demokratike liberale, të cilat nuk kursyen asgjë për ta shtrirë liberalizmin. Dhe Kosova, shqiptarët përfituan më shumëti dhe janë përfituesit më të mëdhenj të kësaj. Absolutisht, dhe gjithçka që është ndërtuar është korniza më e fuqishme ndërkombëtare që ndonjëherë ndodh rrallë në histori ndodh përveç imperializmit të perandorive të fuqishme që kanë krijuar, dhe ato janë shumë pak shembuj në histori. Por shoqëria u gjet në farforme e përgatitur, ose më mirë themi elitat u gjetën në farforme të përgatitur në anën e duhur. Në anën e duhur për ta bërë këtë kalim. Dhe rreziku që e shohon është mos mirënjohja e këtij procesi ose shembja e këtij procesi, vënia në pikpyetje këtij procesi nga elitat e reja politike, duke mos ndjekur rrugën e ngjashme. A mund të shembet ky proces që përsuni ju? A mund procesi mund apo jënë veç frazeologji, apo ka një realitet mbrapa kësaj që qëndron? Jo, proceset mund shembën jo domosdoshmë duke pas veprime konkrete kundër arritjeve të kaluara. Procesi mund shembet duke stagnuar proceset, duke bllokuar proceset, duke rënuar mekanizmat ose cenuar mekanizmat që kanë sjell këtë. Dhe cenimi i këtyre mekanizmave vjen qoftë nga brenda, po domosdoshmë duke ardhur dhe ka ardhur nga jashtë për shkak të zhvillimit gjeopolitike. Sepse tani SBA-ja, Britania, Gjermania nuk janë të fuqishme siç kanë qenë më parë. Nuk janë të fokusuara, nuk kanë instrumentet e njëjtë. Vlerat demokratike nuk i kanë vlerën e njëjtë, nuk i kanë fuqinë e njëjtë më. Dhe nëse stagnon, vetvetiu e rënon. Dhe në veçanti rënohet ky, sepse siç e tham në fillim, nuk është kompletuar identiteti institucional. Shtetëndërtimi ka avancuar shumë, por nuk është kompletuar derisa Kosova të bëhet antare e plotë e njohur, ndërkombëtarisht antare e disa mekanizme ndërkombëtar që do ta ruajnë identitetin e saj. Çdo marrëveshje e rëndësishme, çdo rrugë e rëndësishme, çdo projekt i rëndësishëm është të bënë në një farforme në mentorimin e ndërkombëtarëve. Që nga rambujeja, çlirimi i shtetit, ndërtimi i institucioneve, pavarësia. A do të thotë kjo, kur sot jemi në një gjendje ku ne mund të vendosim vetë, kjo blokadë që po bëhet, që po e qunë si blokadë, a mos është kjo kaq dim, kaq mundemi ne? Deri në shpalljen e pavarësisë, deri në rambuje, nëse i kujtohet, në racionin politik ndërkombëtar, është përdorur përfaqësuesit e Kosovës, të zgjedhurit e Kosovës, liderët e Kosovës. Dhe gjitha proceset politike janë bërë me liderët, me të zgjedhurit, jo me institucionet e Republikës Kosovës. Dhe nga pavarësia e Kosovës, kur flitet, edhe kur faktorin ndërkombëtar fliste, bëni zgjidhje me Serbinë, për shembull, po e marrëm një shembull, ose bëni zgjidhje këtë proces, ose përfundoni këtë proces, kur i drejtohej Kosovës me logjikën e re, jo pse donte të bënte presion, apo donte të bëjnë presion, po pse duan të trajtojnë Kosovën ashtu siç ke dashur ti, të trajtohesh si shtet i barabartë. Dhe me që tani doan të trajtohesh si shtet i barabartë, përgjegjësia është tërësisht ndryshe nga asaj të zgjedhur politik siç ka qenë përfaqësuesi Ibrahim Rugova deri para pavarësisë, me pas pavarësisë. Dhe në këtë narracion,
skena politike në Kosovare ka keq interpretu shumë dhe e ka keq përdor, bile ka kriju edhe një narracion antiperëndimor se po i bëhet presion. Unë mendoj që ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme. Përveç pas vitit 99, gjitha projektet e mëdhaja janë udhëhequr nga faktori ndërkombëtar në Kosovë. Edhe korniza ka qenë shumë e trasuar, ku shtytja vetë me mbi leadershipin vendor është bërë që, hajde ta bëjmë këtë, miratoje këtë, po gjithçka ka qenë e përgatitur. 90% ka qenë e përgatitur nga faktori ndërkombëtar. Është dash veç formalitete. Dhe një farforme zgjati kjo periudhë gjatë shumë, dhe elita, përfaqësuesit politik, elita politike u akomodua në një situatë ku ngritej politikisht vazhdimisht, me ca përjashtime, natyrisht, disa nga liderët kanë marrë vendime të mëdha, po shumë pak, pjesa kryesore e leadershipit. U akomodua aq lehtë se merrnin shumë pak vendime, por në njëjtën kohë ishte një ambient që ngrihej, i mundsonte aty të ngrihen në karrierë, të bëshin president shumë pushtet. Në realitet, ata edhe kur bënin qeverin të zgjedhurit, e dërgonin listën në ambasadë amerikane. A bën ky, as bën ky. Dhe dikush atje ja hiqte një emër. Në realitet, kur kishte një legjislacion që nuk ishin sigur ta bënin, nuk dinin, ata kërkonin ndihmën amerikane. Ose kur sjell gjithçka që sjellte faktorin ndërkombëtar, kalante me miratimin. Ose kur kishin telashe në kuvendin e Republikës Kosovës, bëhej përmes zyrtarëve tullë ndërkombëtar. Dhe në fund rezultati korreshin nga ata që pretendonin që kishin kryer punën. Një shembull, në vitin 2009, bëhej ligji për gjykatat, reforma gjykatave. 49 drafte kishin kalu me zyrës së BE-s dhe ambasadës amerikane. Dhe Ministria e atëhershme e drejtësisë veç shikonte ping-pong në çdo javë që lëvizte drafti. Edhe po i pyesim pse nuk po participonin, pse nuk po merrnin dorë procesin, mi sjell ata zyrtarët këtu. Tha po jo, le ta bëjnë ata, sa ata po dinë më mirë. Kaq ishte përgjigja dhe drafti 51 kaloi në kuvend. Dhe Ministria doli e bëni elaboratin e saj, sa i rëndësishëm ky ligj është, sa i madh ky ligj, sa sukses është. Sa shumë është pununte, kështu me radhë. Shumë çka është arrit, shumë çka është bë, mirë që është bë kështu, ndoshta s'ishte bë ndryshe, sepse ka pas faza ku korniza ndërkombëtare ishte diskutabile, viti 2003-2004, ndodhi ç'a ndodhi këtu. Pastaj edhe lodhja para negociatave të Vjena, nëse të kujtohet ty krizat e mëdha që kishin, sepse atëherë kur luhate korniza ndërkombëtare, kjo vëmendja ndërkombëtare, luhateshin edhe zhvillimet këtu. Ngjashëm jemi tani, për shtemat mëdha, tani jemi më të konsoliduar. Vetëm se tani e kemi çato që thatë ju më herët, që se kemi pas para pavarësisë, tash e kemi përgjegjësinë politike dhe institucionale dhe shtetërore. Tani problemi është që kjo babysitting ndërkombëtar, që ka qenë shumë i mirëseardhës, se ndryshe s'ishte bërë ky vend, ka kaluar fatet e veta. Tani kërkohet që politika vendore të bëhet, ose politika shtetformuese të bëhet vendore. Dhe elitat shoqërore politike, përfshi shoqërore, sepse në segmentet politike sot ke edhe shumë segment shoqëror, cilat janë integruar. Nuk janë gatshëm, guximshëm të bëjnë veprime të mëdha në shërbim të vendit. Një prej segmenteve arsye pse nuk ndodh kjo është mungesa e përvojës tonë. Shoqërore për të pasur shtet, institucione. Ka njëherë kjo mungesa e përvojës është edhe e mirë se ti merr veprime se nuk e din po s'është ndodh. Në shumë segmente po kërkohet përvojë. Dhe shteti që ka një mekanizëm dhëmzorësh
që kërkon jo 1.000 persona të ditur, po 10.000, 20.000 persona të ditur. Dhe po desh ka një udhëhec, një turbinë mirë që e orienton këtë mekanizëm. E neve po na mungon turbina e mirë, orientuar drejt në anën e duhur, dhe po na mungon dhëmzorët të shumt për ta funksionu dhe institucionalizu shtetëndërtimin politik bërje. Dhe mungesa e përvojës e bën të mire. Mungesa e burokracisë, trashëgimisë e ka një të mirë, që ne si shoqëri kemi ndërtu një shtet dhe institucione që nuk kanë barierën e të kaluarës komunizmë. E shoh në Maqedoninë, Malzi, Serbi, pesa ka pas probleme shumë edhe në Shqipëri, ku burokracia vjetër është shantazhuese, është bllokuese në shumë aspekte. Te ne nuk e kemi. Në Kosova nuk e ka dhe ka shumë këtë mirë. Po në anën tjetër, shërbimi 82.000 persona punojnë në shtet, në institucione shtetërore, nga lart e poshtë, në administratë. Dhe prej 82 hiç mësuesit e mjekët, prej 82.000 personave janë disa pak mira që kanë pasur një përvojë tjetër pune, dhe ndoshta 75.000 janë në punë për herë të parë në jetën e tyre. Dhe kjo e bën të vështirë. Gjithë sistemi i administratës, çdo nivel, është i mbushur me njerëz të cilët s'kan pas fatën të kenë përpara, s'kan pas fatën. Dhe këta janë ata që do ta zhvillojnë administratën. Po këta janë po ashtu ata cilët kanë qenë të adaptueshëm në metodat e reja, trajnimeve, praktikave të reja. Megjithatë, ndërkombëtarët, ndërtimin e institucioneve, rrugtimi që është bë, e kanë bërë një koordinizim, e kanë trasu një rrugë që tjetri që vjen edhe për herë të parë në atë pozitë që vjen, qoftë edhe si kryeministër, i ka shajat e kuqe dhe shajat e gjelbra se ka me jetë. Në kuptimin e përvojës që po flisni. Më shumë duket sikur një farë sjellje e papërgjegjshme, jo veç institucionale, po e gjithë shoqërisë. Mu po më duket që kemi një farë papajtueshmërie mes nesh dhe shtetit si një mekanizëm real, funksional, praktik. Kjo shoqëri 20-30 vitet e fundit e ka udhëhequr, e ka përqafu një vizion ndërkombëtar këtë kornizë për ta përmbyll shtetësinë e saj dhe identitetin e saj. Ka përmbyll pavarësinë, shpalljen e pavarësisë dhe ka vendosur që të kap rrugën e integrimit të jetë pjesë e vlerave evropiane. Me gjitha të mirat e të këqijat e saj. Po. Jo domosdo duke investuar vetë, duke kry punën vetë, po korniza ka bërë më të lehtë lëvizjen në këtë aspekt. Dhe këtu përfshin edhe shtetëndërtimi politik bërja e brendshme, edhe dialogu me Serbinë ose paqja me fqinjët, edhe jeta e komuniteteve brenda Kosovës, edhe përfshin bashkëpunimin me akterët ndërkombëtar, me cilët përmbushin çato vlera çfarë ti i ke përqafuar. Koncepti artisaret është që të bëjë një shtet me vlera demokratike perëndimore, një shtet të vogël që të jetë antare e familjes e NATO-s, e BE-s dhe që përqafon këtë vlera. Dyta është që korniza që është ndërkombëtare që është ndërtu për Kosovën, vjen nga praktika 80-vjeçare e konsolidimit të shteteve të vogla. Dhe në kuadër të një konteksti të vlerave liberale demokratike. Nuk ndron asgjë, as për Kosovën, s'ka ndruar as për Maltën, kur është shpallë, s'ka ndruar as për shumë shtete të cilat pas kolonializmit kanë shpallë pavarësinë.
Fati i Kosovës është që është pranë këtyre vlerave, sidomos evropiane perëndimore, cilat pjesë gjeografike, ndryshe që çka është qetësimi, është që elitat e reja politike po e cenojnë këtë përpjekje elitare që mbi bazën e shkafit. Mbi bazën është vështirë të spjegohet mbi bazën. Se nëse ti e cenon një diçka, do të më kriju një rrugë tjetër. Nëse do të më mbyll këtë nuk ka rrugë tjetër, ose nuk po shoh që ka rrugë tjetër, apo ka ndonjë ambicie për të krijuar rrugë tjetër, po është një ambicie për ta rinxhinieru shoqërinë edhe procesin. A mund rinxhinierohet edhe një herë ky proces? Ka shumë shoqëri që e kanë bërë. Ka shumë shoqëri që kanë bërë. Maqedonët në Maqedoni e kanë këtë problem të identitetit tyre, të cenuar dhe duan një identitet tjetër. Ka hungarezët janë duke provu ta bëjnë, ta rinxhinierojnë shoqërinë e vet, nga një shoqëri perëndimore. Ka shumë shembuj që e kanë bërë. Ka edhe tash. Po këtu më shumë e shoh jo ndonjë plan suksesshëm sa një ambicie vogël personale e liderëve dhe mungesë e një vizioni qartë. Thjesht një mungesë e një ambicie për të shërbyer shoqërisë dhe vendit. Në konceptin e gjithë elitave politike, sfundi e shohim në Kanada, po shihen në Finland, shihen çdo kund ose pas zgjedhjeve në Austri. Tok fjalë kryesor i politikanit është dua të shërbej këtij procesi, këtij vendi për një afat të caktuar për këtë, ose faleminderit që i shërbeva dhe ditën e mirë. Koncepti ne është ndërtuar po rindërtohet, çuditërisht nga gjeneratat e reja politike, të cilat do duheshin të ishin shumë më të avancuara dhe emancipuara, rreth personalitetit të tij. Shqetësimi më i madh imi është që elitat politike tona të reja kanë ego më të madhe se ato që ishin më përpara. Kanë personalitete më të madhe dhe kanë ambicie personale, grupore, shpesh e përkthyer në ideologji që është vështirë ta kthesh në kontekstin e një shoqërie të vogël ideologjike, sepse nuk arrin dot kur. Më të madhe se ata më herët. Dhe kjo kam rrezikun edhe për shkak zhvillime tjera demografike dhe globale, kam përshtypjen që kjo do të na çojë te një trend i delitizimit tonë. Sepse shoqëria në këtë, siç e tha, në kohë moderne nuk do të detyron përballonte ideologjizimin e saj. Qoftë cilën do rrugë, nuk është vetëm ideologji politike, qoftë ideologji shoqërore, qoftë ideologji fetare. Nëse e pyesim dikon kush je ti? Kush është sot qytetari i Kosovës? Ne kemi tani problem në si shoqëri, duke ndërtuar shtetin, institucionet, edhe pse korniza po ndërtohet, po është e cenuar, kemi probleme që debatojmë, ose jemi duke u ndarë nga feja, ose religios, jo feja katolike muslimane kështu, po nga feja, identiteti fetar të u bësh shumë i fuqishëm, identiteti politik në u bësh shumë i fuqishëm se si që ka qenë, sepse sheshin në Prishtinë. Që sot do duhet zbehej, sepse jeta e qytetarit Kosovës është kur më shumë nuk ka qenë e lidhur që nga 99 me segmentin me frymën politike. Sheshin në Prishtinë është konflikt politik, UNAZA për qytetin e Prishtinës është konflikt politik, policia për qytetin e Prishtinës është konflikt politik, investimet kapitale janë konflikt politik, dallime politike, politika e jashtme është konflikt politik, ligji, kushtetuta na ka kthyr në konflikt politik. E çka ndodh me një shoqëri kur gjithçka e shën në mënyrë konfliktuoze? Absolutisht po. Edhe marrëdhëniet komunitare na janë kthyr në konflikt politik,
edhe nëse shumë të gjuhën e deputetëve tani, shumicës në raport me komunitetet, është këthy konflikt komunitar, ky komunitet për kra qeverinja. Këto i ka reguluar institucionet shteti, kushtetuta. Ne për disa vite ky vend krijoi një identitet shoqëror politik elitar, tani konflikti ka po bie ndesh me identitetin institucional. Dhe mungesa një konsolidim institucional, sepse segmentet politikës shoqërore nuk po duan ta shkëpusin identitetin e tyre personal nga identiteti institucional. Nga njërë dhe pja bim vendosin. Edhe nga njëherë po e bim vendosin. Edhe këte është ajo rreziku më i madh. Dhe sot që ka ballafaqohemi është pikërisht kjo, po i vendosin. Përfshi edhe komunitetin sërb, le ta themi me sërbët. Dhe ky është konflikti prej shpalljes pavarësisë, një segmentet më shoqërore kanë cenu fundamentin ose kanë vënë në pikpyetje fundamentin e projektit artisarit, i cili ka dhënë të drejtat komuniteteve. Asgjë të keqe nuk ka. Problemi jonë me komunitetin sërb nuk është komuniteti sërb, është Serbia. Është armiku me cilin konflikti nuk u mbyllur. Megjithatë në një pamje të trash, problemi që shihet është problemi se na kur themi problemi i veriut është janë sërbët aty. Në një pamje të trash ne kemi probleme ta. Jo, na kemi problem ambicien e Serbisë për ta riuzurpuar një pjesë territorit, po ambicia e cilit nuk është vetëm veri, po është tërë Kosova. Dhe jo me dhunë spakun këtë fazë, po spakun ndërkombëtarisht ka arritur suksesshëm ta bllokojë Kosovën, tërë Kosovën. Sipas jush, në fokusin tënë, në përshtypjet e tua, në bindjet e tua, edhe politike çfarë ishe, qoftë në raport me ndërkombëtarët, qoftë politike mbrana në raport me Serbinë. A ka mundësi të një qasje politike e Kosovës, se ne jemi ata që duhet marrim për shkak se ne jemi në Kosovë. A ka mundësi ose a sheti një perspektivë në të ardhmen që qytetarët e Kosovës nëpërmes politikës të jetojnë më afër njëri tjetrit, jo me kësindasi? A ka politika e Kosovës një vullnet e tillë? Ose a mund të çlirohet nga kjo ego që e ka për pushtet? Po, problemet politike dhe mungesa e politikave shtet ndërtuese vjen nga bashkët kryesor të politikbërjes. Politikbërjen, shtetëndërtimin në Kosovë nuk e bën komunitetet. Komunitetet janë t'i kapin për dorë, participues t'i marrin për dorë pjesa kryesore, shumica shqiptare. Dhe në kuvendin e Kosovës në këtë rast, me që është e freskët, janë 100 deputet shqiptarë. Ata kanë me i marrë vendimet. Janë 4-5 lider politik të zgjedhur. Ata kanë me i marrë vendimet. Atyre po i mungon guximi, dija, mungesa egos dhe qasja institucionale për të avancuar shtetëndërtimin. Jo komuniteteve. Kjo është me rëndësishme këtu. Dhe herët avon, siç e thash, pritja ndërkombëtare është Kosova, nuk trajtohet ky lider ai lider. Kosova, jeta institucionale e Kosovës. Sankcionet vinë për Kosovë, ishte një dark dhe një lider aktual ose më i hershëm ankohej për paraardhësit. Zyrtari që ishte këndej ndërkombëtar tha, a ishte presidenti juve, jo imi. Dhe këtë duhet ta kuptojmë. Dhe nga qasja ndërkombëtare në vijat rrosha, çdo zgjidhje e vështirë do t'i kërkohet Kosovës. Ti gjeje rrugën, qoftë me Veriun, qoftë me Serbinë. Ti gjeje rrugën për ta mbyllur. Herët avon kjo do të ndodhë. Ti gjeje rrugën për t'i bërë reformat për integrim. Ti gjeje rrugën për të konsolidu institucionet, formu institucionet. Çfarë do çmimi që merr? Por në kuadër të frymës së vlerave liberale demokratike. Dhe kjo është më rëndësishme. Në kuadër të vlerave me instrumentat që i njohim ne, me instrumentat ndërkombëtare evropian, që i njohim ne dhe që i pranojmë bashkësia ndërkombëtare. Që i pranojmë dhe ne. Përfshi dialogun me ne. Përfshi ulemi, ma jep një plan 4 pikë, 5 pikë çfarë keti, ma tregoni udhërrëfyse si do të arrijeshte.
Po ky është instrumenti që Kosovën e bëri shtet, që e shliroi dhe e bëri shtet. Dhe si u ndodhi kjo? Është shumë e thjeshtë. Tavolina në me Serbinë, çdo situatë, do të jetë edhe në të ardhmen, do të jetë tavolinë që për të siguruar një dokument. Dhe sa herë që është siguruar një dokument, aty, qoftë bashkëresht, qoftë nga pala e tretë, është marrë, është sjellë në Prishtinë, është konsoliduar me aktorët kryesorë ndërkombëtar, me miqtë e tu, dhe është bë udhërrofys për të avancuar procesin duke anashkaluar në tërësi Serbinë. Kjo do të jetë rruga e vetme që ky vend i vogël, sidomos ky vend i vogël, të arrijë qëllimet e veta. Konfrontimi direkt me Serbinë nuk e arrin dot. Dhe koncepti që debati më i madh këtë shoqëri, veriu, serbët, Serbia. Koncept duhet ta kuptojmë si shoqëri shumicë këtë rast. Koncepti multietnik i artisarit është koncepti institucional multietnik. Kushtetues. Kushtetues dhe institucional. Shteti është multietnik sepse shumë mirë që jetojnë shumë komunitete. Rregull, të cilët asnjë rrethon nuk po e cenojnë mirëqenien e shumicës. Po kjo shoqëri nuk do të bëhet multietnike, shoqëri multietnike. Nuk do të ketë darsmat përbashkëta me serbë, për gjatë. Nuk do të ketë aktivitete kulturore shoqërore. Dhe i shumë rregull, të dy komunitetet, shumica dhe pakica spaku në këtë fazë nuk e duan. Duan të jetojnë ndaras njëri pranë tjetrit. Dhe ky koncept i të jetuarit në një kornizë, në një nënkulm multietnik, sistem multietnik, po si shoqëni autonome, asgjë të keq s'ka. Secili jeton në mënyrën e vet. Është e vështirë. Është e vështirë në mungesë të një vizioni të qartë që shumica, përfaqësuesit e shumicës e duan. Se asnjë komunitet nuk është duke ja cenu politikbërjen, identitetin ose vizionin shtetformues të shumicës. Pengesa kryesore që vije vetë nga ata. Sepse ata kanë bë peng gjithçka të politikë bërjes. Ka mungesë dijes, ka mungesë emancipimit, thjesht ka shumë segment politike shoqëror që janë në vendin e gabuar, në periudhën e gabuar, dhe janë të papragaditur për të udhëhequr proceset për cilat vendi ka nevojë. Sa do që duket sikur me lu avokatin e djallit. Ne është e vërtetë që nuk e kemi përmbyll procesin e shtetëndërtimit. Në fakt edhe procesi i shtetëndërtimit nuk përmbyllet kurrë. Është një reformë e përjetshme. Po çfarë do të them është nuk e kemi përmbyll as raportin politik me Serbinë. Po flas politik për shkak se atë praktik pothuajse e kemi të përmbyllur. Pothuajse. Po du t'ju bëni këtë pyetje. A vërtet është kaq problemi madh Serbia për Kosovën, për institucionet e Kosovës, për shoqërinë kosovare, sa që na prej 100% për 24 orë të ditës 23 mja kushtu asaj. Shumë e saktë. Shiko, në procesi shtetëndërtimit evolon, po korniza është e qartë në këto 80 vitet e fundit. Njoja, shtetëndërtimi, identiteti shoqëror politik, vlerat, njoja ndërkombëtare dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare ta rrëmbullakson, ta siguron ty mirëqenien tënde shoqërore politike afatgjatë. Ne kemi konsoliduar shoqërinë, nuk e kemi përmbyll shtetëndërtimin ndërkombëtar, antarësimin në organizata ndërkombëtare. Derisa Kosova bëhet antare e Këshillit të Evropës, merr statusin e kandidatit për BE, hyn në proces të në antarësim në BE, nuk e përmbyll shtetëndërtimin. Dhe ambicia politike pas pavarësisë Kosovës, çdo lideri, çdo politikani, çdo deputeti, çdo përfaqësues i shoqëror do të duhet të jesh te kjo. Zgjedhjet e kaluara, zgjedhjet e ardhshme duhet të na thonë cila është kur do të ndodhin këto procese, sepse ata do të kenë sukses, do të mbahen mend liderët e kohës moderne pas pavarësisë për këto arritje. Po. Dhe zhvillim.
po që janë të ndërlidhura fuqishëm zhvillimi dhe antarësimi në mekanizmat e reja moderne ndërkombëtare, përfshi BE-n e NATO-n, është i ndërlidhur me zhvillimin. Problemi kryesor është kjo, mungesa e një qasje e një vizioni si për të bë antar atje. Pastaj miremi me konsekuencat, miremi me problemet, miremi me barierat që na dalin përpara. Barriera do të ketë gjithmonë, ka pasur gjithmonë. Megjithatë, të na hapen edhe mbyllën mediat, ose qeveria, ose kryeministri e fillon ditën e punës me Serbinë, domethënë si gjuhë politike dhe e përmbyll me të. Problemi me Serbinë nuk është i vogël, është shumë i madh. Do të mbetet gjatë. Është për me stagnu në atë që pikë. Por nuk është problemi kryesor. Sheshi, zhvillimi, investimit kapitale, arsimi, dialogu me BE-n, nuk kanë bojnë gjithçka me dialogu me Serbinë. Dhe një, sa më shumë merremi me Serbinë, më shumë stagnojnë. Pyetja më e madhe ndërkombëtare ka qenë është pse Kosova s'mund t'i bëjë të dyja të njëjtën kohë, edhe zhvillimin, edhe dialogun. Pse i ka bë? Që çdo t'i bëjë. Po Kosova po tregon se nuk ka kapacitete politike institucionale për t'i bërë, sepse tha shteti që ka shumë dhëmzorësh. Kërkohen jo 1.000 personat përgjithshëm të ditur, po 10.000 që kanë pak, 20.000 që kanë pak. Po deshka me punu shumë strukturalisht për të zhvillu kapacitete në gjitha segment fushat për të avansu këtë. Dhe në dialogu ishte dashur jetë vetëm një segment paralel i avansimit të proceseve të Kosovës, dhe që është i mundur në modern, se kështu është bëhe mundur edhe Çlirimi, edhe Rambuje, edhe Çlirimi, edhe Vjena. Jem kalu shkallë shumë më të mëdha, shumë më të rënda. Dhe ky udhërofyes ndërkombëtar ka qenë spaku deri në këtë fazë, ka qenë gjithmonë i gatshëm në shërbim të Kosovës. Diçka Kosova vetë ka humbë këtë rrugë. Vetë e ka deviju një farforme. Është i vështirë, është kompleks, se kërkon angazhim shumë. Po është mënyra evolutive e arritjes sa ambicjes ose qëllimit për ta përmbyllë shtetësinë e Kosovës. Dhe shtetësi e cila në asnjë moment nuk është e cenuar, sepse kemi në luftë me Serbinë. Paranojat që ndodhen, këto ndodhen një sulm në Banjsk, një sulm me bombë, kjo është në vitet 90 e ka pas 100.000 trupa serbe këto, 5.000 tanke, e mos flasim për tjera, edhe ka thënë ne ja dalim, i përballojmë, i qëndrojmë, tani një bombë kriz diku atje dhe frustrohet çdo kush në gjitha skajt e Kosovës. Kjo është rezultati i narracionit politik dhe shoqëror. Këtu ka faj ekskluzivisht politika, e cila po dështon të ndërtojë një vizion tjetër që nga 24 orë të ditës, apo 20 temat mediale, 18 të janë për zhvillim, e 2 të janë për dialog. Po politika në mungesë të një vizioni qasje, sepse vizioni qasje dhe implementimi ishte ndërtimit konsumon politikën, lideret. Lideri konsumohet për 4 vite, 8 vite, në kohën moderne është shumë e vështirë që një lider të përballojë 8 viteve të pushtet, ose përfaqësim. Ai do të konsumohet për 4 vite në kohën moderne. Dhe një politika zhvillimore është të ndërtuese do ta konsumonin liderin që do duhet të përshëndetej, sepse agendat avancojnë. Dikush qëllimisht do të na mbajë në këto agenda, edhe në mungesë të kapacitete politike, po jetojmë në këto agenda, po stagnojmë në këto agenda. Ky është frustrimi më i madh ndërkombëtar i mezve më të mirë që kanë mbështetur Kosovën, sepse po e shohin një dallim ndryshe po e shohin ramje të ambicjes politike shoqërore të vendit për të arritur qëllimet të cilat gjatë kanë qenë proklamuara. Dhe më e rrezikshme që është, gjithmonë Kosova ka qenë mbrapa gjithëve në rajon. Gjithmonë. Po ka pas një periudhë avancimi, shkputje, ka qenë e barabartë me indikator politik ekonomik me Maqedoninë, ka qenë jo larg Malizi, ka qenë më mirë se Bosnia, shikoni Shqipërinë ku ka qenë para 10-15 viteve, e kur tani Kosova po stagnon kundrejt gjithë tjerëve në rajon. Dhe ka rrezik që
shoqëria kosovare në mungesë të avancimit dhe në mungesë të një vizionit të qartë, një debatit të qartë, të stagnoj dhe të një farforme të mbetit inferiore edhe nga rrethi, edhe nga Shqipëria. E kom parë në politikën kosovare këte, që në mungesë të aftësisë për të ballafaqur me zhvillimet për tej, krijon inferioritet, distancohet. Dhe atëherë nëse krijojmë distancim, na mbyll si shoqëri, pastaj mirremi me vetveten, siç po ndodh këtu dhe mbyllja e shoqërisë ka fundosur shumë shoqëri të vogla, sepse mbyt ambicien. Por unë jam prapë nuk du ta mbyll kështu negativisht, por prapë rruga mbetet shumë e hapur, shumë e qartë, e konsoliduar, vetëm se duhet të dalim përtej politikës ditore të shëndërtimit, të krijet një qasje më vizionare për ta avancu, për ta përmbyll konsolidimin institucional përtej atij shoqëror, cilën e ka fillu gjeneratat e kaluara shumë vite, shumë dekada më herë. Po del që ky shtet, ky vend i vogël, ka me ecë përpara, ose ka me stagnu, ose dhe ka me ndryshu, varësisht se si do të sillemi ne, politika, shoqëria, ne jemi ata garantët e parë se jo të këtij vendi. Po, absolutisht. Politik, vizioni, dinamika do të krijohet këtu. Natyrisht ka shumë përcaktohet nga jashtë, po dinamika, parametra ndërkombëtar janë herë të lehtë e shumë të vështirë. Në këtë fazë që po flasim janë shumë të vështirë. Po dinamika duhet krijohet në Prishtinë, në Kosovë, vizioni duhet krijohet në Prishtinë dhe implementimi do të bëhet ekskluzivisht nga institucionet shoqëria kosovare me asistencë ndërkombëtare, për cila është ende aty, ende ofron ndihmë, por rrugtimi është shumë i lehtë se shumë shoqëri e kanë bërë. Është lehtë të marrë Sloveninë, është lehtë me shembuj, segmente të suksesshme, të implementueshme ka mjaftueshëm. Duhet kur ajo hapje e jo mbyllje e shoqërisë. Ai falënderoj që ishim Prizma. Falënderoj.